Cili është problemi juaj? Problemi jonë kemi mbi një javë që nuk kemi drita. Fikën në 8 të mëngjesit edhe vinë 6 në basdita. Flitet që do vazhdoj kjo problematik deri në data 4. Po nuk e di, nëse është normale kjo gjëja apo jo. Sa e vështirë është për banorët? Po është shumë e vështirë sepse nuk është puna se s'kemi vetëm drita, nëse ikin dritat ne s'kemi as ujë. Kjo është problemi më i madh. Se s'ka ujë fare. Fëmijë të vegjël kemi, po çfarë do përballosh, nuk e di çfarë të them. Ja të pyesim dhe banorët e tjerë që janë gjithë këtu. A keni pyetur mbi arsyet e mungesës energjisë elektrike dhe çfarë ju kanë thënë? Po bëhen punime, kemi qenë edhe tek drejtori kjo sheja, po bëhen punime thënë. Po unë nuk e kuptoj, nuk arrit ta kuptoj se si mund të bësh punime edhe të fikësh një komunitet tërë pa drita, nuk arrit ta kuptoj. Po unë nuk di njoftim, nuk kam marrë njoftim, nuk e di a kanë njoftuar nëpër media apo jo, nuk e di. Sa familje preken? Preken shumë familje preken. Nuk e di sa 300 shtëpi. 300 shtëpi pas çdo zona e mjekësit andaj. Përveç Fushmretit 300 shtëpi. Kemi kaq kohë. Që ka hyrë sistemi, lagja jonë nuk ka drita. Ndërpret një herë të fryn shkumi, Fidri 7 stakohet. Kjo ka ngel vetëm prej një familjari aty, se kur hyri sistemi 20 kV në Elbasanën e Fushmret, këtu gabina jonë nuk u ban se nuk e lejoi një qytetar, se kishte frikë çdo gabinë. Po kjo u ban nga firma private, nuk u ban nga firma në ndërmarrje elektrike. Se po di ndërmarrje elektrike merresh me shtet e ne ja zgjerin venat i zotnis. Ne kemi kaq që kojme. Unë i bëj thirrje vetë kaq, kryenxhinierit, drejtorit elektrikut, kryenxhierin e njoh mirë, kam punuar gjithë vite atje. Kjo punë duhet bën urgjentisht vjet boksi ke gabina erore ushdisë suaj. Pra po thoni që mund ta kjo mund zgjidhet brenda 4 orë 5 orëve. I vendosur boksi i të lidhet kapot. Kaq, ja po është po themi gjithë ditën. Po ne kemi kaq kohë, vdiqem i lallama. Sa ngrim nga gjumi ikin drita, s'po hip do të mbajmë ma, u qelbëm. Se dhe ujtin e kemi me pompa. S'ka ujë të rreshëm. Kaq kisha, i bëj thirrje kryenxhinierit dhe për një familje, mungesa e energjisë elektrike padyshim sjell dhe mungesën e ujit apo jo. Kjo i sjell të gjitha, sepse e para herë janë shkel shumë të drejta bazike të njerëzve. E drejta e parë është drejta për ushqim. Unë kam fëmijë të vegjël në familje. Dhe gjitha këto zonja mbrapa kanë nga një bep në shtëpi. Supozohet që do qumër, supozohet që ka temperaturë, ujë s'ka, drita s'ka. Ikën këto të gjitha, e para për të ngrënë, për të pirë me radhë. Po një që ka të smur në shtëpi, iku dhe kjo. Po tjetra që mund prishet frigoriferin, prishet kondicionerin, prishet gjitha gjërat me radhë, kush mi paguan? Kjo është situata. Ndoshta ky rast ju duket shumë sporadik, ndoshta është shumë normale sepse nuk ngrihen njerëzit e tjerë. Po nuk është normale. Ne do bëjmë dhe denoncimet e tjera dhe denoncimet e gjitha portalet e mundshme që të rregullohet situata. Sa ditë keni, sepse deri në datë Kjo është java e dytë. Java e dytë. Minimumi supozohet do merret një njoftim. Do thoni ju çfarë do bëni me njoftimin. Po të marrim masa dhe ne. Të heqim mishin nga frigoriferi, të heqim perimet, largohemi, të jetojmë si njerëz. Pra, po thoni s'keni pasur asnjë lloj njoftimi. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nëse bëhen njoftimet mund bëhen në grupe sociale midis punonjësve të organit përkatës, por te ne jo. Për një anëvis të shndroi pra të ndëra për të pasur ndër fëmijët. Është depresion. Është shumë e vështirë. Siç e tha zotëria, mungon mundësia për të shkuar në tualet. Çfarë do bëjmë? Kemi 2 javë pa drita. Edhe thonë deri në datë 4, vinë gjithë ditën. Pin birra, landat shicini me pa blej birrat se mblen ke ky edhe i pin se kanë me orë pune.
E kanë me ditë kur t'i det qefi fillojnë, kur t'i det qefi nalojnë. Jemi me fëmijë të vogël, do marrim tasin dorë, do shkojmë bëjmë ushqimin, kjo komshit, vetëm lia jonë. Edhe kanë thënë që i fikim vetë për siguri se ne nuk kemi punë me lijen e juj. I me se qysh do bëhat puna nuk e di, se ne nuk qohemi me fol. Sa familje preken? Gjysma lagjes tonë, deri atje poshtë në fermë, është gjithë lija jonë. Edhe s'është veç e para, po gjithmonë dritat tonë na fiken. Cila është apeli që ju përcjellin stat thire? Po përcjellin dum drita me motor, frigoriferat u shkatarrun, televizorat u shkatarrun. Qa i kile mishi e marri me fusin frigorifer dhe i prishet. Kjo është, me fëmijë të vogël jemi në shtëpi, fiku ditën, fiku natën, fiku ditën, fiku natën, s'merret vesh kene. I me se qysh do bat puna jonë nuk e di. Me që keni ardhë ju, sot që keni ardhë juve, kanë ardhë dritat. I mojë nusje me në telefon se do shtë të fusim lavatrice me robe, nuk i fikim sot, tha, dhe i fikim në ora 5 minuta, tha, dhe do i bim prap. I me kanë marrë, jo kanë marrë vesh se erdhën dritat prap. Kanë marrë vesh me men që keni ardhë ju, edhe kanë ardhë dritat. I me se qysh a puna, isha me bulmet. Ju keni biznes. Po. Sa e prek biznesin mungesa e energjisë elektrike? Tjetër, s'ka nevojë për komende, 100%. 100% e kap. Çfarë kanë në frigoriferët tuaj që rrezikon? Të gjitha, që janë gjana frigoriferike, që nga bulmetat, nga mishnat, nga birrat, në gjitha. Si po e bëni? Si po e përballoni? Për përgari, Udhime. hapë në qelë. Kur t'i bin, i bin, kur t'i bin. Qa da ashtu, do hiqet betë. Vajti nuk ka shtet. Kjo, I si baroj. A do shëdet ke Anjove. produkte ushqimore? Për momentin, jo, ato po të gati prishin, jemi. Për momentin, jo. Po gati jemi. Zgjidhja. Nuk e Pasu di. raste të kësaj lloji natyre edhe më herët? Ka, kjo është linja ma e dobët për qenë. Për këtë zonë, për këtë lagje, kjo është linja ma e dobët, që je probleme. Kjo është e gjithë. Sigurnon. Po. Problemi e këtu. Si lagje, jemi vetëm në më të persekutumit që kur e ka babë Dilxhaja. Asfaltin, ai asfalt. A ne nga ne nuk ka asfalt. Se ndodh që jeni më të Pse jemi demokratja 20 shtëpia më të hepër, edhe nuk ka shanse që t'i bajnë. T'i vish, vene popi nuk ka. Hajde shikojti aty, nga atje linja a myllë. Ne kemi telin e kanë banë, po prej njanit aty nuk lëndë. Sot mos me prish murin, o lale, jepja leke, prisha murin, vej aty. Po jo, vetëm nga kjo, vetëm kotë të demokracisë anë shtru kjo rrugë. A ne nga ne ja, pse jemi 20 sa shtëpia, jemi vetëm se jemi të djathtë. Edhe s'kemi për të kësy sa të kemi jetë. Atë gjithë kilomisht për marim për qëmë në për lagje ti, në ne më dhonë.